Drejtuesi i SPAK Altin Domani ka raportuar mbrëmjen e së hënës para deputetëve të Kuvendit të Shqipërisë mbi arritjet dhe problematikat e institucionit që ai drejton. Në fjalën e tij Domani tha se SPAK ka pasur disa arritje mjaft të rëndësishme gjatë vitit të shkuar, duke marrë vlerësime ndërkombëtare si nga Komisioni Evropian, ashtu dhe nga Departamenti Amerikan i Shtetit. Veprimtaria e SPAK është vlerësuar nga Progres Raporti Evropian për luftën ndaj korrupsionit të nivelit të lartë. Departamenti Amerikan i Shtetit ka nënvizuar disa nga hetimet e SPAK në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Sa i përket zbatimit të raporteve të BE-s, po ndalemi te secili prej tyre. Gjatë vitit 2024, SPAK rriti numrin e prokurorëve në 20, rritja e trajnimeve solli rritjen e çështjeve në hetim. Numri i procedimeve të reja shënoi ulje me 15%, tha Domani. Mëtej kreu i SPAK tha se vitin e shkuar janë sekuestruar 65 milion euro asete kriminale si pasuri të paluajtshme, llogari bankare dhe kriptovaluta. 65 milion euro asete kriminale të sekuestruara, pasuri të paluajtshme, llogari bankare dhe kriptovaluta, theksoi Domani. Domani shpjegoi gjithashtu se hetimet për inceneratorët vijojnë, por nëse do të merret në pyetje Beliaj, mbetet për të parë në të ardhmen. Akuzave se Domani ka kërkuar zgjatje të mandatit të prokurorëve për të qëndruar më gjatë në detyrë, kreu i SPAK i dha këtë përgjigje. I kam kërkuar disa herë Kuvendit të shqyrtojë mundësinë e rishikimit të mandatit të prokurorit posaçëm dhe jo në pak raste është aluduar se bëj për interesin tim personal. Nëse politika e kushtëzon apo ka mendim se zgjatja e mandatit lidhet me emrin tim, unë nuk rikandidoj, u shpreh Domani. Drejtuesi i institucionit të prokurorisë posaçme nënvizoi gjithashtu se vendimi për detyrim paraqitje ndaj kryedemokratit Sali Berisha varet nga gjykata dhe se institucioni që ai drejton nuk merr asnjë vendim për heqje mase sigurie.